Dosja prokurorisë themelore në Prizren ka zbardhur prapaskenat e një skeme të rëndë të zhvatjes financiare e fajdes, e cila zgjati për vite me radhë. Në qendër të këtij rrjeti dyshohet se janë Beq Selimi, i njohur si Beq Prizreni, Fadel Selimi dhe Arsim Dogani, të tre persona me të kaluar të bojshme kriminale. E gjithë historia nisi në vitin 2019, kur viktima, për shkak të gjendjes së vështirë financiare, u detyrua të merrte shuma parash me këmat nga të dyshuarit. Nga zhurnimi i borxhit, fitimet e viktimës shkonin pothuajse të gjitha për mbulimin e kamatave marrëmendse vjetore. Presioni financiar arriti kulmin në vitin 2024, kur i dëmtuari detyrua ta shes shtëpinë e tij për 60.000 euro vetëm për të paguar kamatat ndaj grupit. Aksioni policisë u finalizua me 18 gusht 2026, teksa të dyshuarit u kapën në flagrancë duke marrë edhe 10.000 euro të tjera nga viktima. Gjatë tentativës për të shmangur arrestimit, i dyshuari Beq Selimi goditi me vetur një zyrtar policor dhe një të mitur që ndodhej kalimtar në rrugë. Në anën tjetër, i dyshuari Arsim Dogani zbriti nga vetura dhe mendimin e personave të tjerë, tentoi të fshehë paratë e fajdes në një punëtori automekanike. Mirëpo, plani dështoi pasi policia lokalizoi shpejt çantën me 10.000 euro dhe e sekuestroi atë. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, të dyshuarit janë emra mjaft të njohur për organet e drejtësisë. Beq Selimi ka regjistruar 10 raste për vepra të ndryshme penale, përfshirë tentim vrasje për lëshe fizike si pjesë e grupit të Dibran Hoxhaj, të njohur si Kobra. Ndërkaq, Fadel Selimi numëron gjithsej 24 raste në databazën e policisë. Prokuroria themelore në Prizren ka propozuar gjykatës caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh për 3 të dyshuarit në rrezikun e arratisjes, ndikimit në dëshmitar dhe përsëritjes së veprave penale.